Serat e domateve në Karagj të Finikit njehen për prodhimin bio, pasi pjalmimi i luleve kryhet me ndihmën e blotëve. Ato kultivohen në një sipërfaqe prej 5 hektarësh, ku fermerët ka punësuar 40 banor të zonës. Zonja Reti Qendro gjatë gjithë jetës saj ka punuar infermiere, ndërsa prej 2 vitesh zëvendësoni bashkëshortin e saj, agronomin e ndjes Otit Qendro. Me mirëqellje na tregon problemet e prodhimit të domates pasi kanë dalë në treg prej fillimit të muajit. Prodhimi po thuaj se fillua mirë, po kemi ca defekte në fidan. Filloi mirë, edhe çmimi është goxha i mirë, vazhdojmë, po kemi kërkesa për punëtor. S'kemi dhe punëtor, nuk na dalin. Kemi shumë kërkesa për prodhim, që nuk i përballojmë dot. Çfarë kërkoni nga shteti, nga struktura shtetit? Kërkojmë të na japin edhe një çikë naftë më të lirë, të na japin edhe ato plerat, ato ilaçet që bëjmë spërkatje, se neve bëjmë polenizimin e bëjmë të mirë, e bëjmë me bleta, nuk hedhim ilaçe, e bëjmë bio. Vjen marrin dhe nuk i përballojmë dot kërkesat. Në magazinat e Karagjit interesojnë për të blerë domate konsumator nga të gjithë trevat e vendit. Njëri prej tyre është edhe agronomi nga Ksamili, zoti Kerim Zambaku, cili ka punuar në këto sera për kësaj radhe erdhi si konsumator. Karagji ka shumë vite që ka domate të mira dhe varietet shumë i mirë. Është i shishëm edhe pëlqejet shumë edhe nga konsumatorët si fshatë, si brenda rrethit. Bile vinë edhe nga rrethet e tjera që marrin domaten e Karagjit, është varietet shumë i mirë, domate pa ilaçe, vetëm spërkatur me gurkali leng bordoleze që quhet, edhe pa hormone. Është domate shumë e shishme. Ka sy, e pëlqen shumë edhe turistët të huaj e pëlqejnë këtë domaten e Karagjit. Prandaj neve vim, jo vetëm nga Ksamili, por edhe nga veriu vinë këtu marrin domaten sepse është me cilësi shumë të mirë, e shishme edhe një çmim të arsyeshëm. Prodhimi i domateve nga serat e Karagjit pritet të përfundojë në fund të muajit qershor, ndërsa aktualisht shitet në treg nga 120 deri në 150 lekë.